Marvin Çuni, kush është në të vërtetë dhe detajet e një karriere ndërkombëtare? Marvin Çuni është një sulmues i kombëtarës shqiptare, i lindur më 10 korrik 2001 në Freising, Gjermani. Ai është një prej talenteve më premtuese të qarqeve shqiptare jashtë vendit, me një karrierë që e ka çuar nga akademitë e futbollit gjerman deri te fushat e Serie B italiane dhe kampionatet të Rusisë. Çuni filloi udhëtimin e tij futbollistik në Gjermani duke kaluar në akademinë e Bayern Munichut, që nga moshat e të rinjve, ku u tregua si një sulmues me instinkt golesh dhe aftësi teknike të larta. Pas periudhës në Bayern, ai mori edhe stimulin e parë profesional në nivelin e tretë të futbollit gjerman, ku shënoi 19 gola në 34 ndeshje, një statistikë mjaft premtuese për një lojtar të ri. Në vitet në vijim, Marvin luajti në Oazime dhe për Paderbornin dhe më pas për Saarbrücken, duke treguar se është një sulmues që di të përshtatet me stilin e lojës dhe intensitetin e ligave të ndryshme gjermane. Në verën e vitit 2023, ai bëri një hap të madh në karrierë duke transferuar te Frosinone në Serie A italiane, ku regjistroi 25 paraqitje dhe 2 gola, eksperiencë e vlefshme në një nga ligat më të forta europiane. Në vitin 2024, Çuni transferua në Rubin Kazan, një klub i madh i Premier Ligës ruse, ku zhvilloi disa ndeshje duke kërkuar më tej hapësirën e tij për të afirmuar si golashënues më impakt. Transferimi i fundit të tij te Bari, detajet e lëvizjes. Sipas raportimeve më të fundit të gazetave sportive, Marvin Çuni është transferuar te klubi italian i Barit në Serie B, në formë muazimi me të drejtë blerje nga Rubin Kazan deri në fund të vitit 26. Kjo lëvizje u zyrtarizua në janar 2026, ku klubi italian njoftoi se ai do të vijë me fanellën numër 90 dhe do të jetë në dispozicion të trajnerit Moreno Longo më njëherë. Çuni ka ardhur në Bari pas një gjysmë sezoni në Sampdoria, ku luajti rreth 15 ndeshje duke shënuar 1 gol dhe dhënë 1 asist. Statistikë që tregon se edhe pse jo gjithmonë i shënuar si golashënues i lirë golave, ai sjell një përfshirje të lartë në lojë dhe krijim hapësirash. Ky azumi opsion blerje tregon se Bari po investon për të ardhmen e sulmit të skuadrës, duke besuar se një sulmues me eksperiencë në nivele të ndryshme të futbollit evropian mund të bëjë diferencën në një kampionat të fortë si Serie B, ku lufta për qëndrueshmëri është e fortë. Si mund të ndikojë Çuni te Bari? Analiza për sezonin. Bari aktualisht renditet në vendin e fundit të Series B dhe kërkon pikë për të dalë nga zona e rrezikut. Një sulmues fleksibël si Çuni, i cili ka përvojë edhe si qendër sulmues, edhe si sulmues ansor, mund t'i jap trajnerit më shumë opsione taktike, si lupë për sulme direkte dhe pjesëmarrje në ndërtimin e aksioneve. Për më tepër, eksperiencia e tij në nivele të ndryshme nga akademitë gjermane te Serie A dhe kampionati rus mund të ndihmojë skuadrën jo vetëm për gola, por edhe për psikologji fituese në ndeshjet e ngjeshura.